Përshëndetje të gjithëve, unë jam Saranda Hoda, më njohin gjithë si Sasa, jam 34 vjeqare, vi nga Gjakova. Pasi jeta me ka sfiduar me shumë sfida të ndryshme dhe jo shumë të mira, mendova që ta sfidoj veten me një dhuratë të bukur si që është Big Brotheri, e cila nuk vjen çdo herë në jetë. Do jem banore si karakteri i binjakëve, jo me shumë fytyra, po me shumë karaktere. Ajo që bëjnë të tjerët dhe unë përfundoj ta bëj atë që s'më pëlqen, ndoshta mund të më qenë ndonjë thashë them Big Brother që edhe ndodh, ta bëjmë. Jo veç banorëve, po edhe gjithë ata që na njekin, do t'ju jap emocione reale të projektuara, mendoj që do t'jenë emocione telenovelash, po me fund të lumtur. Nëse do isha një emoji e buzëqeshur gjithmonë edhe karakterizohem me smile. Po, në dashuri jam shumë e butë, shumë. Nuk jam shtrik, jam me zemër në dorë. Porosia për vllajën e madh është që mos na lej panendeshje jo të futbollit, po të basketbollit brenda në shtëpi. Përmes Big Brother, shpresoj që ta përcjell mesazhin e një vajze që ka bërë revolucion në jetën e saj dhe ky mesazh gjithashtu të vijë në këtë mënyrë edhe në publik.